Interesi I publikut për të ndjekur live festivalin e 64 të këngës në radio televizionin shqiptar ka qenë mjaft I lartë. Kjo duket edhe në shitjen e biletave, si në sportelin e Pallatit të Kongreseve, ashtu edhe në platformën online myticket.al. Këtë vit kemi festivalin 64 të këngës në radio televizionin shqiptar dhe ka filluar shitja e biletave për natën e parë dhe natën e dytë. Pritet të dalin në shitje biletat për natën e tretë dhe të katërt. Si çdo vit tjetër, edhe këtë vit ka pasur një interes goxha të lartë. Biletat mund t'i blini online në website-in myticket.al, si dhe fizikisht në sportelin e Pallatit të Kongreseve. Ndërkohë, mënyra për të bler bileto në mënyrë elektronike është fare e lehtë. Si fillim, futemi në website-in myticket.al, ku na shfaqet slideri I festivalit të 64. Klikoj dhe këtu poshtë na shfaqen të gjitha netet e festivalit. Për momentin është nata e parë dhe nata e dytë e festivalit që janë biletat në shitje. Për të bler biletat online, klikojmë bli bileta. Zgjedhim zonën ku dëshirojmë të ulemi. Përzgjedhim karrike dhe japim dërgon në shport. Klikojmë mënyrën e pagesës, Card Visa Mastercard. Fusim të dhënat e klientit. Vazhdojmë për të kryer pagesën online, kryej pagesën dhe këtu na shfaqen për të futur të dhënat e kartës. Pas kësaj konfirmohet pagesa dhe biletat vijnë direkt në email automatikisht. Festivali I 64 I këngës të radio televizionin shqiptar është në datat 17, 18, 19 dhe 20 dhjetor.